Me emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Nëse vetëm me dy fjali do e përkufizonim këtë fej kaq të bukur që e kemi, do ishin ato fjali besimin në Zotin e pastër si krijues dhe mbikëqyrës i absolut, dhe nga ana tjetër të angazhuarit në vepra të mira. Pra, përveç se feja jonë na mëson që duhet të angazhohemi dhe të bëjmë punë të mira, edhe natyrshmëria jonë na kërkon që të bëjmë punë të mira. Për arsye se gjithë ne e dim që kur i bëjmë mirë dikujt, para se ta gëzojmë zemrën e tij, ne njëherë pra ndjejmë gëzim brenda veteve tona. Pra, të bësh mirë është natyrshmëri njerëzore. Dhe Islami gjithashtu na e ka bërë ligj dhe na ka kërkuar që me patjetër duhet të bëjmë vepra të mira. Allahu i madhëruar Islamin e ka zbritur që nëpërmjet kësaj feje njeriu të arrijë në dyert e xhenetit. Dhe nëse shohim Zoti i madhëruar ka kërkuar dy gjëra, që ta fitojmë xhenetin, të jemi nga banorët e xhenetit. Dhe ata duke thënë në Kur'anin Kerim, "Walladhina amanu wa 'amilus salihat." Ato cilët besojnë vërtet në Zotin e botrave dhe ato cilët gjatë jetës së tyre bëjnë vepra të mira. Ulaika ashabul janna. Ato janë banorët e xhenetit, hum fiha khalidun, dhe aty do të jenë përgjithmonë. Pra nëse shohim banorët e xhenetit, janë ato që kanë besuar në Zotin e botrave dhe që kanë bërë vepra të mira në jetën e tyre. Dhe përveç se na mundëson pra të fitojmë xhenetin në botën tjetër, të bërit vepra të mira na e lehtëson dhe problemet dhe hallet e kësaj jete. Andaj ne i themi çdo kujt i cili e ndjen veten të ngushtuar dhe është ngushtuar zemra nga problemet dhe brengat që mund të ketë, i themi atij bëj vepra të mira. Neve i themi çdo kujt i cili i ngushtohet gjoksi i tij, nëse dëshiron të jetojë më i lirë, të zgjerohet zemra dhe gjoksi i tij, ne i themi thjesht bëj vepra të mira. Çdo kush i cili dëshiron që të ketë një jetë të lumtur, i themi bëj vepra të mira, lumturoj të tjerët nëse dëshiron ta shohësh lumturinë të vetja. Rahatoj, mundohu të rahatosh familjet e tjerëve nëse dëshiron që ta shijosh dhe ta përjetosh rahatinë në familjen tënde. Ai i cili pra dëshiron të ndjejë lumturinë në zemrën e tij, le të mundohet duke bërë vepra të mira të mbjell lumturi tek zemrat e të tjerëve, sepse ky është ligji i Zotit, çdo kush i cili mundohet për të mirën e tjerëve do e gjej atë mirësi tek vetja e vet. Andaj neve gjithashtu na mëson që vepra e mirë është që i shlyhen veprat e këqija. Pra ne të gjithë kemi gabime, kemi lëshime, jemi në muajin e bekuar të Ramazanit ku shpresojmë që të jetë falje dhe mëshirë për ne dhe të dalim para të pastër para Zotit botrave, mirë po këtë mirësi të këtij muaji të bekuar e ndihmon pra edhe vepra e mirë. Për arsye se një ditë prej ditësh, një njeri i cili kishte kryer një gjunah, shkoi në vendin ku jetonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. U fut në mexhlisin e tij në tubimin e tij dhe i tha Hazreti Omerit radhiyallahu anhu që e ka bërë një gjunah, por nuk e di që Zoti a do të ma fal ose jo. Megjithse ishte i pranishëm pejgamberi i Zotit alayhi salam, ai nuk foli asnjë fjalë. Personi e uli kokën, doli nga mexhlisi dhe iku me idenë se mos ndoshta Zoti nuk e fal gjunahin tim, për arsye se nuk më tha asnjë fjalë i dërguari i Zotit alayhi salam. Erdhi momenti pa kaluar shumë kohë, po vjen Xhibrili alayhi salatu wassalam, duke zbritur ajetin si shkak i atij personi, por edhe për mbar ato cilët do të bëjnë gjunahe deri në ditën e Kiametit. Allahu i madhëruar për këtë person e zbriti ajetin e Kur'anit, aqimis salah, pra falë namazin, tarafejin nahar, pra në dy skajet e mesit të ditës, wa zulafan min al-layli, dhe në një pjesë të natës, innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Me të vërtetë, veprat e mira, punët e mira, obligimet që ju i kryeni dhe detyrat që i kryeni që i keni ndaj Zotit madhëruar, u ashlyen dhe e kanë për borxh të u afshin mëkatet që i keni bërë në jetën e juaj. Dhalika dhikra lidh-dhakirin. Dhe ky është një përkujtim që vjen nga Zoti i botrave për gjithë ato të cilët dëshiron të përkujtohen. Ky është pra mësim për gjithë ato që duan të marrin mësim nga i gjithdijshmi absolut që është Allahu i madhëruar. Dhe pasi pejgamberi alayhi salam ja përcjelli këtë ajet Kur'ani Kerimit atij personi, ai pra ndjeu lumturi sepse e kuptoi se si Zoti ja fal gjunahin e tij. Dhe i tha ja Rasulullah, mos ndoshta ky ajet ka zbritur vetëm për mua? Pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha, ka zbritur si shkak i asaj që ti kërkoje përgjigje, mirë po ka zbritur për gjithë ato të cilët do të gjenden në pozicionin që je ti sot.
Pra gjithë ato që mendojnë se i humbin shpresat tek falja e Zotit Madhëruar, le të angazhohen të bëjmë vepra të mira, se Allahu i Madhëruar ka premtuar: innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Me të vërtet, veprat e mira i shlyejnë veprat e këqija. Pra mëkatet që ne kemi dhe mendojmë që nuk falen, Zoti na e jep receptën më të mirë. Angazhohu dhe bëj vepra të mira, sepse nëpërmjet mirësisë që ti do e bësh, nëpërmjet obligimeve që do i kryesh ndaj Zotit të botrave, gradualisht do të fshihen edhe gjunahet të cilat i ke bërë në jetën tënde. Andaj, le të jetë ky muaj i Ramazanit inspirim për ne, që në këto sekonda që i kemi, në këto minuta që i kemi, por edhe gjatë gjithë ditëve që i kemi pranë dispozicion të jetës son, të bëjmë vetëm vepra të mira. Nga se përveç se do të ndjejmë lumturinë në jetën e kësaj bote, padyshim se me besim të pastër dhe me vepra të mira do të jemi dhe nga banorët e xhenetit. Allahu na mundësoft të gjithëve ya Rabbel Alamin. Allahu i Madhërisëm në Kur'anin famullar thotë: Men amile salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kush bën një vepër të mirë, qoftë mashkull apo femër, duke qenë besimtar në të madhin Zot, do t'i japim atij një jetë bukur dhe do t'ia falim gjunahet sipas veprave të mira që ka bërë ai. Nga kjo ne kuptojmë se veprat mira duhet bëj çdo kush prej neve, qoftë mashkull apo femër, dhe se te Zoti ne nuk vlerësohemi sipas gjinisë që kemi, po sipas asaj se kush bën më shumë vepra të mira dhe kush është më i devotshëm. Formula që Zoti na jep neve është kjo: në momentin kur bëjmë një gjuna, ta pasojmë me një vepër të mirë, sepse vepra e mirë e ka për detyrë që ta fshijë gjunahun. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjunahun e përngjasonte me parzmoren të cilën e vishnin luftarët në luftë. Ai sallallahu alaihi wasallam thotë: gjunahu është sikurse parzmorja të cilën e veshin ushtarët në luftë, sepse ajo është e ngushtë, e hekur dhe i shtrëngon ato në fyt. Mirë po thot, puna e mirë i kput hallkat e parzmores dhe e bën që ky person të marrë frymë lirisht. Një besimtar momentin kur bën gjuna, një besimtar i vërtet duhet ta ndjejë sikur gjunahu po ja ze frymën. Dhe momentin kur ai do bëj një vepër të mirë, atëherë i zgjerohet krahrori, i zgjerohet zemra dhe Allahu e ruan atë nga gjunahet dhe nga e keqja që mund sjellë gjunahu prapa. Tregohet se njëherë Uthmani radiallahu anhu ishte duke marrë abdes dhe njerëzit cilët e shikonin prej larg e kuptoshin shumë lehtë se ai merrte abdes me një përkushtim shumë të madh, dal ngadalë dhe me shumë kujdes. Ai e fali namazin e drekës dhe pasi mbaroi u drejtua nga njerëzit e u tha: O njerëz, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësonte kështu: momentin kur një person e fal namazin e drekës me sinqeritet ndaj Zotit, atij i falen gjitha gjunahet që ka bërë prej namazit sabahut deri në namazin e drekës. Po thot, edhe atëherë kur një person e fal namazin e iqindis me sinqeritet ndaj Zotit, atij i falen gjunahet që ka bërë prej namazit drekës deri në namazin e iqindis, dhe kështu edhe me namazin e akshamit, edhe me namazin e acis. Dhe një person në qoftë se shkon dhe shtrihet flej, apo bën gabime gjatë gjithë natës, momentin kur ai ngrehet dhe fal namazin e sabahut, atij i fshihen gjunahet që ka bërë gjatë gjithë natës. Pra, ne jemi të krijuar të gabueshëm dhe secili prej neve është e natyrshme që të bëj gabime. Mirë po duhet kemi kujdes që gabimet tona dhe gjunahet tona të mos jenë qëllimshme, po t'jenë nga ajo që ne jemi krijuar në atë formë dhe gabimin ton ta pasojmë çdo herë me një pendim sinqert. Në qoftë se ne jemi gabimtar dhe në qoftë se një herë kemi gabu, Allahu na ka lënë shumë rrugë dhe shumë dyer nëpërmjet cilave ne mund të bëjmë vepra të mira dhe mund ta fshijmë gabimin dhe gjunahun ton. Veprat e mira janë të panumërta. Vepra e mirë nuk është vetëm namazi, nuk është vetëm abdesi, nuk është vetëm agjërimi, po vepra e mirë është edhe një hallëxhiu t'ia lehtësosh hallin. Sepse duhet dim, nëse se një personi ja lehtësojmë hallin, apo ja largojmë, apo ja zgjidhim një problem, Allahu xhaleshanuhu
do t'i lesoj hallet tona, do t'i zgjidh problemet tona dhe do t'i falë gjunahet tona. Pastaj ne i dim se t'ja për sadaka te Zoti është vepër e mirë. Dikush mund mos ketë pasuri dhe mundet mos i mundsohet kjo. Mirë po nga ana tjetër, mundet që Allahu t'i ketë dhënë atij një oratori shumë të mirë, me cilën një person i cilit i ka vdekur shpresa ose është dorëzuar për jetës, me oratorinë e tij të mirë, ai shumë lehtë mund ta bëjë atë që t'i ngjallë shpresa dhe të kapet sërish për jetën. Vepër e mirë te Allahu është edhe t'i tregosh rrugën dikujt. Edhe pse neve mund na duket shumë komike dhe shumë qesharake, mirë po, te Allahu edhe t'i tregosh rrugën dikujt mund të llogaritet si vepër e mirë. Andaj mos e kurseni veten tuaj. Bëni vepra të mira sepse pavarësisht sa të vogla apo sa të mëdha janë ato. Se te Zoti veprat nuk maten sipas madhësisë së tyre, por sipas asaj se me sa sinqeritet bëhen ato. Dikush mund thotë se ne mund të bëjmë gabime, po Zoti e fal një herë, dy herë, gabimin nuk e fal gjithmonë. Mirë po gabohemi. Allahu është falës, është mëshirues, është falës i madh. Ai fal shumë. Dhe ai t'jeni të bindur se do na falë sa herë që të gabojmë, pavarësisht se sa shumë do gabojmë ne. Mirë po, nuk është me rëndësi sa gabojmë ne, por për të na u falë gjitha gabimet tona, duhet një kusht të plotësojmë. E kushti është që të pendohemi te Allahu sinqerisht. Pra, nëpërmjet kësaj ne shohim se Allahu e ka mëshirën e madhe dhe na fal. Andaj tregohet një rast ku një person kishte bërë një gabim, dhe pastaj kishte rënë sesh dhe kishte ngrit duart, o Zot më fal, se bëra këtë gabim, por unë betohem se nuk do ta bëj më. Allahu i kishte fal. Mirë po s'kishte shkuar shumë kohë dhe ai përsëri e kishte bërë të njëjtin gabim. Mirë po sërish, duke qajt, duke u lut, kishte thënë, o Allah, ma fal atë gabim që e bëra sërish, mirë po unë betohem se nuk do e bëj më. Por e bëri sërish edhe për tretën herë, edhe për të katërtën herë dhe Allahu çdo herë që ai gaboi, Allahu e fali. Melekët shikonin dhe u çuditën nga ky rast, e shikonin me habi. Allahu ju tha, ky njeri bëri gabim dhe më kërkoi falje. Ai gaboi si gjithë njerëzit e tjerë që gabojnë. Mirë po, ai e dinte një gjë të cilën nuk e dinin njerëzit e tjerë, sepse ai e dinte se Allahu e dënon gabimin, mirë po ai e dinte edhe atë se Allahu e fal gabimin. E ai u kthye te unë me pendim sinqert, edhe unë ja fala. Kështu i falin robërit e mirë, sa herë që ato do kthehen te unë me pendim sinqert, unë do t'i fal ata çdo herë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk fliste shumë. Ai fliste shkurt, por jepte mesazhe shumë të mëdha. Kështu që një ditë ai e porositi shokun e tij duke i thënë: "Sot do t'jap 3 porosi." Mirë po, të 3 porosit i përmblodhi me një fjali të vetme. I tha shokut vet: "Kje frikë Allahun kudo që t'jesh, sepse Allahu është me ty edhe atëherë kur ti je vetëm dhe mendon se askush nuk është me ty. Kur ta bësh një gjuna, pasoja atë me vepër të mirë, sepse veprat e mira i fshin veprat e këqija, dhe me njerëzit ta sillu mirë dhe me morale të larta." Pra, detyra jote ndaj Zotit është që ta kesh frikë atë kudo që t'jesh. Detyra jote ndaj vetes tënde është që në momentin kur bën një gjuna, bëj edhe një vepër të mirë, sepse veprat e mira e fshin gjunahun. Dhe detyra jote ndaj njerëzve është që të flasësh mirë dhe të sillesh me morale të larta. Përse? Sepse momentin kur ti ndaj njerëzve do sillesh me sjellje të mirë dhe me morale të larta dhe do bësh vepra të mira, ato vetëm atëherë do kenë mundësinë ta kuptojnë se ti je njeri i mirë dhe je njeri me devotshmëri. Por ndryshe njerëzit nuk e dinë sa sinqeritet ke, nuk e dinë sa devotshmëri ke, por ato e kuptojnë këtë nga veprat tona dhe nga sjellja jonë e mirë. Andaj duhet ta dimë se mos ta lutim Allahun që të na i falë gjunahet tona, të mundohemi sa më shumë që të bëjmë vepra të mira dhe ta lutim Allahun që të na mundsojë nëpërmjet veprave tona të mira të bëhemi shkak që veprat tona të mira të tërheqin njerëzit në fe, të bëhen shkak që njerëzve t'u hapet zemra dhe t'u mbushet zemra me besim ndaj Allahun dhe me dashuri ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.